Çlirim apo diktaturë? E vërteta e luftës së dytë botërore në Shqipëri. Histori, ideologji dhe manipulim. Në nëntor të vitit 1944, Shqipëria përjetoi një nga momentet më të rëndësishme të historisë së saj moderne, përfundimin e luftës së dytë botërore dhe çlirimin nga forcat pushtuese. Udhëheqësit partizanë në Tiranë, flamuri kuqezi u ngrit lart dhe lajmi fitores u prap me entuziazëm nëpër qytete dhe fshatra. Por, ndërsa historia e shkruar zyrtarisht e shpalli këtë moment si triumf të popullit shqiptar, një debat i madh ka qëndruar pezull për dekada. A ishte kjo një luftë çlirimtare kundër pushtuesve të huaj, apo ishte fillimi një epoke të errët që solli diktaturën komuniste në Shqipëri? Cila është e vërteta? Për të kuptuar këtë ngjarje, në gjithë kompleksitetin e saj, është e nevojshme të shqyrtojmë të dy këndvështrimet. Atë që e sheh luftën antifashiste nacional çlirimtare si akt heroik kundër pushtuesve dhe atë që konsideron atë si një përgatitje për vendosjen e pushtetit totalitar.